Modestia është një ndër virtytet më të mëdha që ka njeriu. Por në Shqipëni, modestia është shndruar në një problem. Jo se në vetvete është problem modestia, por është problem me fakti se mendjemadhësia, egoja, tangarliku fshihen mas modestisë. Është shumë e rrallë takosh njerëz modest. Shumë e rrallë. Dhe zakonisht ata që janë kanë mrapa një vepër shumë të madhe. Janë njerëz që kanë bë me fol veprën e tyne, që fuqinë e artikulimit ja kanë kalu veprës, jo vetes së tyne, jo fjalës së tyne. Njëri modest, në të vërtetë, është njëri që beson edhe në Zotin. Ai nuk merr përsipër asgjë. Ai thotë gjitha këto janë atributi i Zotit. Prandaj të matemi pak kur themi, kur mendojmë se është modest ky apo ai, apo ne vetë, sepse modestia është produkti një alkimie të madhe shpirtërore. Nuk është thjesht unë jam modest dhe kaq.